Përshëndetje të gjithë dhe mirë se u gjej. Jemi në këtë fundjavë, është e shtuna sot, e diela është përpara, me siguri për të pushuar dhe ne do ta mbyllim bukur javën, pikërisht me një temë shumë interesante, e cila në fakt risjell edhe një herë një temë të diskutueshme goxha. Do të flasim për një fenomen ose le themi për një zgjidhje ose një vendim të cilin e marrin çiftet, të cilin e kemi quajtur bashkëtesë, si paraprind martesës apo jo. Kjo mbetet gjithmonë në fakt e diskutueshme. Dhe në fakt ne sot do të përqendrohemi me të gjithë të ftuarit që do të vinë në studion ton për të folur për ndryshimet, le themi, që ajo po i pëson qetë, por dukshëm. Në fakt do të përqendrohet diskutimi ynë tek këndvështrimi i bashkëtesës si një formë maturie për sa i përket lidhjes në çift, apo ndoshta si një shmangje nga institucioni i martesës, të cilët ndoshta të rinjt sot e konsiderojnë gjithnjë më të rëndë, ndoshta më me përgjegjësi edhe mund t'i duket i vështirë. Pra, e dobëson bashkëtesa apo e forcon martesën? Do të flasim pikërisht për këto momente me të ftuarit tanë, unë dua t'i pres më një herë në studio. E para që vjen, ajo është moderatore, influencere gjithashtu në media sociale, Dea Vjerje. Presim. Dea. Na solle pranverën sot në studio. Po pas normali për ty, shumë po pa të parë. Edhe neve, ti je gjithmonë shumë në formë. Edhe duket tamam sikur po vjen pranvera, po edhe pak janari po ikën edhe një muaj me dielli pastaj. Thank you. Falenderoj që je këtu dhe të të ulesh. Vazhdojmë presim një tjetër të ftuar në studion tonë, ajo është drejtore ekzekutive Ancora INT, koalicioni Pro Familjes, besoj dhe jetës e njihni, Lindita Pano, e presim në studio. Lindita, mirë se erdhe. Sa të gjatë e ke prezantimi dhe ti tani se çfarë është gjëra të koalicioni shqiptar Pro Familjes dhe jetës dhe it's more than enough. Faleminderit që je këtu. Presim të ftuarin tjetër që vjen në studion tonë, ai është politikan, kryetari i Partisë Demokraciane të Shqipërisë, Nard Ndoka, e presim. Zoti Nard, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu, kënaqësi që jeni me mua sot. Ju ftoj të uleni. Vazhdojmë presim të ftuarën tjetër që vjen në studio, është eksperte udhëtimesh, apasionuar praktikisht pas tyre, gjithmonë me shumë kënaqësi e presim. Teuta Borova vjen në studio. Teuta, mirë se erdhe. Se gjeta guapa. Sa herë që të bëjmë, se vjen nga Andalusia, la señorita. Po, dhe një ditë mbas asaj që ndodhi në Spanjë, unë isha një ditë përpara. Plasja e trenave, kam ndodhur pikërisht aty praktikisht. Po, në Andaluzi, unë isha në Andaluzi. Është një qytet afër Kordobës, ta shpjegova dhe kur takuam. Një tren vinte nga Madridi për në Malaga, një në Huelva dhe një shkonte nga Malaga për në Madrid. Shumë e rëndë e pabesueshme se si mund të ndodhi sot, me siguri gabim njerëzor. Edhe pash një postim të Antonio Banderas që kishte vënë, sepse ai ishte spanjoll dhe është nga Andaluzia dhe kishte vënë Pray for Spain. E dhimbshme. Të erdhi ke shumë të gjithëve, pa diskutim. Dhe tani flitet të merren edhe masa, sepse të gjithë e dim që nëse hypim në për trenat nuk kanë këtë rripin e sigurisë, siç e kanë dhe autobuzat, po flitet tani që të vehen, sepse po ndodhin janë dhe të shpeshta, dhe në Itali kanë ndodhur. Edhe kur rritet në shtëpia e trenave, se gjithnjë më tepër teknologjia avancon, shpeshia treni shpesh janë mbi 250 në orë. Edhe rreziqet janë shumë të mëdha. Ja, një moment ndërgjegjësimi, po ne s'kemi trena për momentin, kështu që ta kemi parasysh kur të kemi trenin e parë, të rikthehen trenat në vendin tonë. Falenderoj që je këtu me ne. Vazhdojmë presim një tjetër mik të ftuar në programin tonë, ai është ekspert komunikimi, Reza Arcenaj, e presim. Rezi, mirë se erdhi. Dashur, të falenderoj që je këtu. Rezi gjithmonë me ato humorin e vet simpatik në media sociale, me ato batutat e tua që shkruan, kështu që besoj që edhe këtu ka temë goxha, ke material. Të falenderoj që je këtu me ne, të ftoj të ulesh. Ja te kemi të gjithë, ndërkohë shikoni, me gotë, me verë të bardhë përpara në tavolinat tuaja për t'ju gostitur. Dhe ndërkohë që ne bëjmë gëzuar, faleminderit që jeni sot këtu, e do të flasim pikërisht për këto marrëdhënie të çifteve bashkëtesë apo martesë, dhe si paraprit le themi bashkëtesa martesës. Le të nisim fillimisht me insertin që kemi përgatitur, është një vox pop me qytetarë të ndryshëm, të cilëve kemi bërë pikërisht të njëjtën pyetje. A është bashkëtesa një lloj testi apo aratisje nga martesa? Kështu që do ta diskutojmë këtë moment. Le të ndjekim përgjigjet fillimisht dhe kthehemi në studio. Gëzuar. Bashkëtesa është provë apo është aratisje nga martesa? Jo, jam kundër bashkëtesës. Sepse du të njihen dhe pastaj të martohem, se du të bashkëtojnë. Pro martesës, po, tjetër. Pro martesës. Personalisht do preferoj, jam më shumë të pjesa tradicionale, me thënë drejta.
Jam konfuze. Në ditë e sotme më mirë bashkëjetesa. Ne jemi kundra bashkëjetesës. Bashkëjetesa është bëjmë sikur. O single o martesë. Ndonë mi të shë një bashkëjetesë, sepse duke që në një bashkëjetesë mund të njësh me mirë njëri tjetër. Jemi, të thomi, tradicionalistë, edhe sigurisht do të vdesim tradicionalistë. Kto ishin përgjigjet, sigurisht mendimet janë nga më të ndryshmet. Tani le të sqarojmë mirë, si mendoni ju, pse njerëzit vendosin të bashkëjetojnë përpara? Se dikur ka qenë lidhja, njiheshin, martoheshin, ëh? Dikur. Hyri bashkëjetesa ndërkohë, në këto 30 vite dhe në Shqipëri, ka hyrë bashkëjetesa si një fazë e ndërmjetme. Por në fakt, pse bashkëjetojnë njerëzit? Për ta sqaruar një çik. Cilat janë arsyet që njerëzit vendosin të bashkëjetojnë? Si mendoni? Tani unë do flas për veten time. Unë jam 28 vjeç, kam vendosur të bashkëjetoj me dikë, unë njohëm dhe pasi konsumuam ato kafe të restorante, dreka, darka, pushime të tjerë. Kafe me njëri tjetrin, apo me familjet? Jo, me njëri tjetrin, me njëri tjetrin. Kafet në këtë temë, sidomos ka tjetër kuptim. Kafet me njëri tjetrin. Megjithatë unë mendoj se asnjëherë nuk mund ta njohësh një njeri 100%, vetëm nga këto dalje, sepse normalisht kur e takon tjetrin për kafe apo për darkë, të ka marrë malli, ke ca ditë pa apo edhe disa orë pa u takuar, jeni të dy të lumtur, mezi e prisni atë takimin, ndërsa kur ti fillon edhe bashkëton, mendoj se sikur sheshohen një çik gjëra dhe arrin ta njohësh tjetrin 360 gradë, edhe në të mirë edhe në të keq, edhe kur është i lodhur, edhe kur është me gjumë, edhe kur është i stresuar, dhe ti arrin të kuptosh realisht se me kë njeri ke të bësh, edhe të vendosësh për më vonë nëse do ta ndash jetën tënde me këtë njeri apo jo, se mendoj se nuk mund të marrësh një hap pa e ditur se çfarë të pret. Ndërsa bashkëtesa mendoj se sikur ta lehtëson pak atë barrën ndjenje tjetri në dimensione të tjera, do thoshta. Zotinar, si mendon? Pse zgjedhin sot çiftet të bashkëjetojnë? Bashkëtesa një farë mënyrë të tregon që çfarë je sot. Kurse martesa është një kontrat që çfarë do të jesh nesër. Kjo është, mund ta them si nxemje. Nëse dikur se edhe përpara ka pas fejesën, paka shumë. Themi për çfarë të pret domethënë. Edhe përpara. Se ju e trajtoni që për martesat jetë burg më burg. Po e njëjta gjë është thjesht e trajtojnë pa se martesë nuk bëhet ndonjë gjë më. Bashkëtesa një farë mënyrë të nuk ka përgjegjësi maksimale. Pra e merr me shumë. Pra një çift, pse zgjedh të bashkëtojë? Se duhet? Kjo është Por duan ta vënë veten në provë apo çfarë? Apo nuk janë të sigurt për të bërë hapin e martesës? Apo për arsye ekonomike? Apo për të ndarë qeran? Apo për të kursyer bashkë dhe për të bërë një vlerë të përbashkët? Pra cilat janë arsyet? Janë arsye pa fond, gjitha këto që ju thatë, por finali është martesa. Pra gjitha këto, nëse dështon në bashkëjetesë, do të dështosh edhe në martesë, është e njëjta gjë, por ti ke mundësi që testosh më tepër karakterin kur je në bashkëjetesë, kjo është kryesorja, konfliktet, ti menaxhosh ato, sa je i aftë që nuk humbet liria në martesë, nuk mund të them, liria negociohet. Edhe në bashkëjetesë ndoshta e negocion disi me lirë, në një mënyrë me sportivitet, pa drama. Kurse martesa pastaj është një fazë tjetër, ke dytërime akoma më të mëdha se sa në bashkëjetesën. Triti temën më tepër këtij faktit. Pra nuk e bëjnë hapin drejt martesës, që duket shumë më komode pjesa e bashkëjetesës. Më me pak përgjegjësi. Arsyet pse zgjedhin bashkëjetesën përkundrejt martesës, ideja. Mendoj që duan më pak përgjegjësi, sepse bashkëjetesa ka më pak përgjegjësi. Edhe janë më të lirë njerëzit në bashkëjetesë për të vendosur për të ndarë. Sepse normalisht procesi divorcit është më i vështirë në kohën e martesës. Është edhe i kushtueshëm. Ka edhe çështje ligjore që të përfshira brenda, ka edhe çështje familjare dhe jo thjesht emocionale, sepse unë besoj që emocionalisht, po,
Emocionalisht, mendoj që në qoftë se çiftet që kanë bashkëtuar, apo që janë martuar, kanë dashur njëri tjetrin, emocionalisht mendoj që duhet jetë e dhimbshme në të dy rastet. Por bashkëtesa është më pak e përgjegjshme dhe nuk do doja ta mendoja që çiftet bashkëtojnë sepse duan të ndajnë qiran, sepse ashtu do të ishte friends with benefits. Nuk do t'ishte Jo, mund t'ishtin dhe në çifta ata dhe të jetonin në shtëpi të ndryshme, por vendosin të jetojnë në një shtëpi, ndoshta edhe për të kursyer, për të pasur të ardhura më shumë, për të kaluar kohë më të bukur me njëri tjetrin. Shiko, të ardhura më shumë, unë mendoj që çiftet që bashkëtojnë bashk, nuk mendojnë për të ardhmen dhe nuk i ndajnë financat bashk. Sepse nuk ka një gjë që ata ta projektojnë të ardhmen bashk. Edhe në qoftë se çiftet që bashkëtojnë ndahen, ligjërisht ata nuk i lënë njëri tjetrit asnjë gjë në qoftë se nuk lihet me testament ose me një kontratë paraprake. Ndërsa çiftet e martuara, çdo gjë që kanë bërë bashk, kanë ngritur bashk, edhe në qoftë se edhe në qoftë se ndodh divorci ose njëri nga partnerët, nga bashkëshortët nuk jeton më, automatikisht trashëgimia kalon tek bashkëshorti tjetër. Ndërsa në çiftet që bashkëtojnë nuk ka një gjë të tillë, nuk ka një legal binding. Ka përshtypjen që ka ndryshuar ligji, edhe nuk ka hyrë në fuqi se diskutuar, ka një ligj që edhe bashkëtuesit duhet të pretendojnë një ndarje të pasurisë të tyre në momentin që ndërpritet bashkëtesa. Në qoftë se bëjnë kontratë. Si që të dy kanë investuar. Në qoftë se bëjnë kontratë. Çiftet që bashkëtojnë nuk para investojnë bashkë. Në qoftë se nuk kanë atë iden, let's try. Çifti nga çifti ndryshon në mënyrën e overall, në mënyrën se si ndajnë gjërat. Po flas për të përgjithshmen. Unë nuk po flas për çdo çift, sepse çdo çift ka individualitetin e vet. Ndërsa po flasim për fenomeni i martesës dhe fenomeni i bashkëtesës. Fenomeni i martesës ti ke edhe ligjërisht je i lidhur. Në kuptimin që çdo gjë që bën e ke të përbashkët, edhe fëmijët janë më të stabilizuar në martesë se sa janë në bashkëtesë. Dhe zakonisht, kur çiftet bashkëtojnë dhe nëse kanë fëmijë, fëmijët janë më të pasigurt në bashkëtesë se sa janë në një familje që kanë martesë legale, ligjore. Ezar, si mendon ti në lidhje me temën për ta nisur si herë parë? Personalisht ne nisëm, unë me gruan time nisëm për provë edhe kemi ngel akoma aty. Aj, si një martuar ende? Si një martuar akoma? Ne kemi 2 fëmijë, por nuk kemi martuar. Unë mendoj që... Se si një martuar? Atë në radhë parë, personalisht respektoj 2 opsionet, edhe bashkëtesën edhe martesën. Mendoj që bashkëtesa fillon ka të bëjë shumë me kontekstin kulturor, me dinamikën e një çifti, domethënë nuk ka një përgjigje të saktë ose një përgjigje të mirë, është mirë apo është keqe, është varet nga shumë faktorë. Zakonisht njerëzit fillojnë një bashkëtesë për të thelluar çik më tepër tek marrëdhënia e tyre. Por pa dashur të kalojnë në martesë, pra pa marrë përgjegjësinë e madhe të martesës. Atëre, ka shumë arsye pse fillon një bashkëtesë. Po flas për 2-3 kryesore. Domethënë e para është të thellojnë pak më tepër, ikim pak, nuk je vetëm në ato takimet romantike kur je i dashuruar, po fillon jeton në një shtëpi, kupton çik dinamikat, kupton pak si është karakteri i personit tjetër, dhe anasjelltas, aty pastaj fillon kupton sa përputhen 2 karakteret me njëri tjetrin. A do kalojnë në martesë, kjo ka të bëjë pastaj me varet si e shef çifti, domethënë nuk janë kaq absolute gjërat. Nëse çifti ka një vizion, ka një qëllim të përbashkët, përputhen karakter, patjetër që kjo pastaj dhe është dëshira, kuptohet, duhet të theksojmë pak të pjesën që është shumë e rëndësishme që çiftet të jenë të lirë, mos kenë atë presionin. Kur them konteksti kulturor, në Shqipëri nuk është vitet e fundit ndoshta ka filluar edhe të bashkëtohet, por në kulturën shqiptare është që shkon direkt në martesë. Ka pat atë pjesën
Dhe se e nxemjes, fejesa, ka rezultuar me divorce shumë të larta. Jo. Por aty që doja të thoja është që nuk është absolute. Ka rezultuar shumë keq. Ç'është kjo? Ka rezultuar shumë keq. Prindrit e tu ju ka rezultuar keq. Doja të thoja zgjedhja e dur. Po do thuash tani. Keq. Më vjen shumë keq. Atëre, Dhe jo vetëm. Në ç'kuptim ka rezultuar keq prindërve të tu? Sepse u është dashur, nuk e kanë njohur fare njëri tjetrin. Domethënë janë parë shumë pak edhe kanë filluar direkt një raport edhe ka pasur vështirësitë e veta dhe raporti tyre, të cilët mami im thotë do doja patjetër thotë që të kisha edhe unë këtë luks që ke ti sot, që tjetrin të kesh mundësi ta njohësh. Ajo ndryshe do ishte martuar, po të kishte bashkëtuar. Nuk e di do ishte martuar apo jo, po që e di që ka qenë një marrëdhënie që ka kaluar goxha vështirësi edhe pengesa edhe gjëra të tjera, pasi unë mendoj se nuk ka asnjë arsye logjike pse një çift mos të bashkëtojë. Më thuaj një arsye që ka pse mos të bashkëtojë një çift. Se unë mendoj, po, arsye të mirë ka. Atëherë, bashkëtesa e shuan dëshirën për martesë? Kur ti bashkëton risku për të ndarë është më i madh se sa kur ti pra nëse ti bashkëton, po. Sepse në martesë të je lidhur me nga ana fetare dhe nga ana ligjore. Edhe është përgjegjësi publike, sepse ke presionin shoqëror, është më e vështirë që ti të ndash. Ke më kollaj kur ti bashkëton dhe nuk të shkojnë gjërat dhe unë mendoj se i kemi kapërcyer tani. Por ajo që unë doja që doja të theksoja është që rritja e fëmijëve perceptohet që në martesë është fëmijët janë më të sigurt. Por nuk është e thënë që suksesit, domethënë mund të kesh sukses në rritjen e fëmijëve dhe kur bashkëton, dhe mund të kesh dështim në rritjen e fëmijëve. Unë besoj që për fëmijët s'ka asnjë diferencë nëse prindërit janë bashkëtuar. Rubina, e di pse ka diferencë, sepse kjo nuk është një gjë që po e themi ne këtu. Është nga studimet. Nga studimet thuhet që fëmijët që janë në një marrëdhënie bashkëjetese të prindërve janë më të pasigurt, rriten më të pasigurt se sa fëmijët që kanë prindër që janë të martuar ligjërisht. Me çfarë argument? Si argumentojnë këtë? Të pasigurt për të ardhmen, pasigurt sepse është marrëdhënia e prindërve që reflekton pasigurinë pra mungesa e kësaj. Sepse në qoftë se prindrit e tyre do të ishin të lidhur ligjërisht, jep një lloj stabiliteti edhe tek emocionet e tek nuk është absolute, po unë po flas për studimet. Nuk e them, domethënë nëse në rastin tuaj personal, nëse në rastin tuaj personal, opsioneve dhe respektoj dhe unë në një moment ne filluam sepse ka të bëjë me dinamikat specifike të çiftit. Edhe unë nuk po flas keq për çiftet që bashkëtojnë dhe nuk po them që çiftet që bashkëtojnë nuk e duan njëri tjetrin. Unë po flas për studimet dhe nga studimet thuhet më e mira për fëmijët është që të rriten në një familje kur prindrit janë ligjërisht të martuar. Po pra, nga e percepton fëmija këtë, se fëmija nuk e kupton celebrimin e mungesën e celebrimit. E percepton patjetër. Pra, do me thënë, reflektohet kjo pasiguri nga prindi. Pra, nëse çifti është i pamartuar, ti mendojnë që jetojnë në pasiguri me njëri tjetrin, edhe kjo gjëja reflektohet tek fëmia. Nuk mendoj që thjesht jetojnë në pasiguri, po një çift i martuar ndërton. Po sigurisht bashkëtesa sigurinë e martesës nuk e ka. Nuk e ka. Duhet ta pranojmë, patjetër. Edhe martesa nuk e ka sigurinë që s'do mbarojë nesër. Absolutisht edhe ajo, po gjithsesi është më e lehtë të ndahesh në bashkëtesë se në martesë. Ka shumë komplikacione, po ndahesh po njësoj. Dhe këtë, sepse u përpoqëm ta relativizonim idenë që në varësi të çiftit ka çifte që janë të martuar dhe prap nuk kanë një martesë të suksesshme, po ka çifte që bashkëtojnë dhe kanë një bashkëtesë të suksesshme. Unë jam dakord që është në varësi të çiftit, por skenari më i mirë për të rritur fëmijë të sigurt është martesa ligjore. Dhe këtë nuk e them unë. Skenari më i mirë është dy prindër që duan njëri tjetrin. Këtë nuk e them unë, këtë e thon studimet. Shiko, secili ka opinionin e vet dhe secili mund të thotë mendimin e vet. Por është shumë e rëndësishme që nga studimet dhe ne të nxjerrim disa konkluzione. Dhe konkluzionet janë këto, që fëmijët rriten më të sigurt kur kanë dy prindër të martuar. Dhe prindërit e martuar janë gjithmonë... Flasim për çifte që janë martuar me dashuri dhe vazhdojnë duhet se... Ke çifte ti që janë martuar edhe janë gjithkos. Më falë, ku e diti që gjysma e çifteve të martuar urrejnë njëri tjetrin? Unë jetë në Shqipëri, zemër, dëgjoj edhe nga mikeshat e mia, dëgjoj edhe nga farefisi dhe nga farefisi kushurirave të mia, i dëgjoj këto dramat familjare. Ka ikur koha kur martesa ishte finalizimi i dashurisë. Nuk është më, dy njerëz duhen. Të përgjithsojmë këtë, domethënë ka rastet veçanta. Unë mendoj se
jo, pa tjetër, unë mendoj se nuk tregon detyrimisht që u martuan dhe këta dy njerëz duan. Unë di njerëz që martohen me njëri tjetrin edhe nuk kam pikën e dashurisë për njëri tjetrin. Ka një përfitim të një, nuk e di, social, ekonomik, të një shparlloj. Ka humbur ajo martesa që ishte dy njerëz para Zotit apo para ligjit bashkore. Mund të ketë humbur për ty. Dea, mund të ketë humbur për ty. Por nuk ka humbur për ty. Nuk ka humbur. Mund të ketë humbur për ty. Nuk ka humbur për shqiptarët. Nuk ka humbur. Këto panele fjala merret, nuk pritet ta jap njëri, po merret. Dalim për plasjeve. E para, ka martesa është institucion vetë, në shekuj ka qenë besimi, tradita që vendosin disa rregulla, i kanë rezistuar kohës, sot jemi një hap tjetër. Tu në rinë politika, që t'jemi qartë. Edhe këtu politika. Po, pa diskutim që po. Kus futet politika, ajo është standardi që vendoset. Për faktin që e djathën përgjësi, konservatorët janë të fokusuar të familja. Pra, tek vlerat familjes, tek martesa, madje për disa dekadash konservatorët kanë qenë edhe kundër divorcit, edhe kundër abortit, në mënyrë dhe vazhdojnë, konservatorët vazhdojnë të jenë ashtu. Pa diskutim, ka një lloj ndryshimit e volimit, por e kanë si bazament. Martesa, tash, Linda, nëse martesa nuk është e ndërtuar mbi dashuri dhe ka konflikt vazhdueshëm, ti nuk besoj që mendon që është okej që të qëndrohet thjesht për hir të idesë së martesës. Jo. Nëse një çift duhet, është torturë. Ne po flasim. Ta marrë logjikën që edhe pjesën tjetër. Pra, e djatha në një farë mënyrë e ka simbol familjen, e ndërton edhe shtetin, edhe bazamentin në bazë të kësaj tradite. Ndërsa e majta është ndryshe, është disi më moderne, fut të termat e bashkëtesë, fut që mund bashkëtojnë edhe dy meshkuj, edhe dy femra, edhe 3 vetë fare në një familje, pra ka edhe një fill shthurjet, pra degradimit edhe kjo është me qëllim, është me agent që ta dëmtojnë. Mendoj që këto janë zgjedhje shumë personale dhe pikërisht duket se duhet të jesh i majt patjetër që të kesh një prirje të caktuar. Jo, nuk është puna se nuk është puna. Nuk është prirje të caktuar seksuale vjen. Nuk është vetëm kjo, unë po them tek politika, se nuk them që tek ajo çfarë ti beson, por politika në vetë vete, pra janë dy anë, e majta dhe gjatha, e majta është tepër liberale. Dy skemat ndryshme. Dy skemat ndryshme, ajo shef komunitetin, nuk është fokusuar të familja, thot, komunitetit jetë mirë, këtë lirinë e vetë, mrena këti komunitetit këtë gjithë cili... Si mas, pikësh pra, kjo është një krahasim pra, në rregull, ajo është më mirë për t'i këtë tjetër, unë jam konservator për vete, jam i fokusuar të vlerat e familjes. Pse? Se ka edhe një institucion që kur ti ke një betim, se futet edhe besimi këto, në qëse ti shkon... Në të mirë dhe në të keq. Shkon kish edhe bën një betim... Në vlerat e familjes, si këtu në panel si ata që na dëgjojnë. Dhe me thë një familje është shëndetshme, është një bekim dhe është një fat i madh. Lumë kush e ka dhe arrin ta ndërtojë. Dhe një familje të ndërtuar në themel dashurin, absolutisht. Problemi dhe diskutimet lindin kur nuk ekziston dashuria në një marrëdhënie dhe në një martesë. Se kthehet në një vuajtje gjithëve. Dashuria është emocion, pra martesa është një kontratë, është pak më largë. Ne themi beslidhje, se kontrata është si shkruajtje kontratë beslidhje. Ti merë disa dytërime për jetën në vazhdimësi, se dashuria nuk mund të funksionojnë pa fond. Janë disa rregulla, disa përgjegjësi që ti ke ndaj bashkëshortes, ndaj prindve, ndaj fëmijëve, pra është një institucion i tërë i kësaj natyre. Edhe dashuria një farë mënyrë edhe kjo është një shpikje majtë në thelb, që martoj mësusja me traktoristin, me hymne këtë. Pra, martesa është diçka shumë e thellë. Se ti e kundra që... Jo, më nuk jam kundër, po është emocioni në shëllimtare. Se këto janë, dhe mos ta ingatror me politikën, se u mendoj që këto janë ide të lira që secili e mendon si pas politikën. Dashuria është emocion, dashuria mund tjetë edhe me shikim parë dhe pastaj shikimi i dytë ndryshon. Por problemi
Problemi është se martesa është institucion, pra është diçka shumë e fortë. Patjetër, dhe unë mendoj që shumë njerëz e vazhdojmë jetojmë, edhe pse gjërat kanë ndryshuar, ne vazhdojmë jetojmë në një epokë kur martesa konsiderohet si një finalizim i bukur i dashurisë. Pra, e kemi këtë ëndër, rritemi me dashurinë duke pasur parasysh që nëse dy njerëz duhen, atëherë është një ëndër e përbashkët, po puna është të kalur bashkëtesa tani më mes. Ne po flasim për një fenomen. Bashkëtesa tregon një çast, një fazë maturimi të këtij çifti, i cili kërkon ta sprovojë veten e vet në mënyrë që të mos bëjë gabimet e divorceve, historirave juridike, pastaj edhe ligje divorce të tjera që mund të pasojnë në një martesë që nuk funksionon. Pra, çfarë është bashkëtesa në këtë rast? Bashkëtesa është vendimi dy njerëzve që vendosin që ta kalojnë një pjesë të kohës së jetës, kohës së tyre së bashku. Dhe jo gjithmonë mendojnë, ka plot çifte që thonë, unë do ta provoj një herë, ose nuk kam një alternativë më të mirë dhe me që kam këtë alternativë, thjesht do jetoj me të për një kohë. Pra nuk është ende i bindur për të bërë martesë, pra dikush që zgjedh bashkëtesën është ende i papërgatitur për të marrë atë lloj vendimi, apo jo? Shiko, prandaj ka qenë fejesa. Më përpara, koha e fejesës ishte koha e njohjes, që çiftet të kuptonin nëse e donin njëri tjetrin vërtet dhe merrnin një kohë, nuk po flas për kohën që martoheshin pa njohur fare dhe zgjidhnin prindrit se me kë do martoheshe, po flas për të kohën e fundit që ishte koha e fejesës, ti e shikoje dhe nuk ishte problem, nuk ishte një stigma aq të madhe ndarja në fejesë sa kishte divorcin në martesë. Edhe mendoj Atëre, më shumë se sa forma, ajo që kam rëndësi më tepër për mendimin tim është cilësia e marrëdhënies. Do me thënë, vlerat e përbashkëta, qëllimi i përbashkët, aftësia për të zgjidhur konfliktet me respekt, me kuptim dhe për të ecur përpara. Sa më lumtur. Më shumë se sa forma ka të bëjë shumë cilësia, sepse ti ke martesa që nuk janë fare cilësore. Janë shumë problematike, si që mund të kesh... Pra, një bashkëtesë përpara, do të shmangte një martesë jo cilësore? Se po flasim për bashkëtesën, pra që... Çfarë roli ka bashkëtesa në evoluimin e një marrëdhënieje në çift? Patjetër që do të shmangte, por kjo nuk do të thotë që mund të jetë vendimi dur ose i gabuar të bashkëtosh. Mund të martohesh direkt, nuk ka të thotë. Është shumë e rëndësishme ajo që thash pak më parë, që e parë njërë të kesh dëshirën t'i përkushtohesh tjetrit, sepse njerëzit martohen dhe nuk kanë fare dëshirë të përkushtohen njëri tjetrit. Sepse po humbet kjo lloj dëshire. Njerëzit gjithmonë kanë qenë egoist, po janë bërë më shumë egoist. Njerëzit bashkëtojnë dhe nuk kanë dëshirë fare të përkushtohen njëri tjetrit. E dyta, është shumë e rëndësishme qëllimi i përbashkët. Ti për çfarë je me një njeri? Kush është qëllimi afatgjat? Duhet këto gjëra të fliten që në fillim. Ndaj dhe komunikimi është shumë i rëndësishëm. Qoftë në bashkëtesë, qoftë në martesë. Nëse ti do bësh nëse ti e fletë që po bashkjetojnë për të... A mundet që në bashkjetesë në martesë fillimet të jenë të njëjta? Po pikërisht, nëse ti e diskuton, nëse ka një komunikim të shëndetshëm midis çiftit dhe ti thuaj që ne po bashkjetojmë që të njohim më mirë njëri tjetrin me qëllim që ne të përfundojmë në martesë, do të thënë është nuk është se siç thash, ka çifte që thjesht bashkjetojnë, nuk kanë qëllim martesën. Ka çifte që bashkjetojnë dhe nuk kanë asnjë qëllim. Nuk kanë një qëllim. Të shkoj ku të shkoj. Të shkoj ku të shkoj. Duhet bërë një studim. Ka pasaj martesa që janë bërë për shkak të presioneve sociale, familjare. Po, dhe unë dua që të flasim për të gjitha këto që dhe ato martesa nuk janë të shëndetshme, kështu që nuk ka një ndarje të mirë, do me thënë, apo të keqe në këtë rast, do me thënë, është vendimi mirë apo është vendimi gabuar në këtë rast, do me thënë, është shumë dinamike. Shumë pyetje, nga kjo që dhe ti lindo shumë pyetje të cilat unë dua që ti diskutojmë, por do të kemi një hapësirë publicitare në këtë moment, do të rikthehemi pas pak dhe do të vazhdojmë këtu Koela me disa pyetje shumë interesante për të diskutuar në studio. Kthehemi shpejt. Tani do flas vetë, se bolli lart. Jemi kthyer, do ta nisim në fakt me një mini prononcim që kemi marrë sociologu të mirënjohur Gzim Tushi në lidhje me temën, si e mendon ai personalisht? Pra çfarë është bashkëtesa në këtë rast? Është shmangje apo një provë për të vënë marrëdhënien në çift përpara, le të themi, në njohje më të detajuar njëri me tjetrin për t'i paraprirë një martesë të ardhshme? Si e mendon ai? Le ta ndjekim tani. Pa dyshim edhe martesa si të gjitha institucionet e tjera të jetës sociale ka
ka evolucionin e vetë, ka ndryshimet dhe transformimet e veta, jo vetëm në si tipologji, por edhe në funksionet e sajt që realizohen brenda çiftit martesor. Realisht, historia e shoqërisë shqiptare i ka njëjtur të gjitha format dhe gjitha llojet e martesës, që nga martesa tradicionale, martesa me mbledhëri, format e tjera konservatore të këtyre lidhjeve, deri tek konceptet moderne që kanë të bëjnë me lidhjen martesore mbi bazë të dashurisë, me lidhjen martesore si partneritet, si lidhje martesore që garanton qëndrueshmërinë dhe ekzistencën e saj mbi parime të tjera, mbi parime humane. Pra, në një farë mënyrë, martesa ka ndryshuar. Do e mos në të gjitha fazat martesat kanë problemet e tyre, kanë anën e mirë, anën e ndritur dhe anën e errët të tyre. Qoftë martesa tradicionale, konservatore, e cila duket sikur kishte qëndrueshmëri më të madh për shkak të kornizës fort morale dhe të detyrimit që kjo martesë të ishte gati viktoriane, domethënë martesë pa divorc, dhe kjo ka qenë për shoqërinë shqiptare një tabu, sepse divorci dhe prishja e martesës janë konsideruar si fatalitete morale të cilat rëndonin më shumë gjithmonë mbi personalitetin e gruas. Në këtë kontekst ka filluar të parapëlqehet, si thua, këto lidhjet paraprake, jo të martesës zyrtare me kontrat apo me celebrim zyrtar para shtetit, por kanë filluar të gjenden disa forma të tjera që konsiderohen si më të lira, më humane, sikurse është edhe bashkëjetesa. Dhe bashkëjetesa tani më edhe në shoqërinë shqiptare është kthyer në mod, ndeshet shpesh, është si një periudhë paraprake, paramartesore ku çifti para se të vendosin për të bërë përfundimisht martesën, janë në një periudhë të kontrollit dhe të autokontrollit personalitetit të tyre, të investigimit të kimisë dhe të funksionimit të lidhjeve martesore në të gjitha pikpamjet, qoftë si lidhje intime dhe qoftë si lidhje sociale, dhe nëse ajo funksionon, ajo kurorizohet në martesë. Megjithatë, studimet sociologjike në botë tregojnë se vetëm 20% e bashkëjetesave kthehen në martesë. Ky ishte mendimi i zotit Gzim Tushi dhe falenderoj shumë në fakt për prononcimin e tij, ndërkohë le të rikthehemi në bisedë. Me që e mbyllu pjesën e parë bashkë Rezart, edhe ti po thoje pikërisht këtë. Pra, sa vite keni ju që bashkëjetoni me partneren atëherë? Ne kemi afërsisht 10 Maman e pive të tu, po. 10 vjet. Keni 10 vite që bashkëjetoni. Po pse nuk keni martuar? Se unë besoj që kjo pyetje lind natyrshëm. Do të thënë ne kemi pa disa dinamika specifike në marrëdhënien tonë dhe kështu ka ardhur, nuk ka, do të thënë ne në një moment do ta bëjmë, kemi dëshirë ta bëjmë të dyja palët. Nuk ka një, do të thënë nuk ka një arsye, si ta them, thjesht ishte rjedha specifike, po, që nuk ka shkuar deri aty. Thjesht nga njerë dhe neglizhojnë, gjëra dhe për neglizhojnë. Mukajeti, për thonë. Mukajeti, dikur tonë një kalon pa martuar. Jo, për arsye pune, jeta jonë që është shumë dinamike, për arsye të ndryshme, në një moment e kemi ndërmend që ta bëjmë. Ose ndoshta mendoni një ceremoni patjetër, pastaj forma madhe, të bukur që ajo do impenjime, dhe kjo ndoshta edhe gjithashtu e shtyn në kohë. Po, fëmijët e kanë problem për shumë, apo nuk është për ta shqetësoj? Po, fëmijët për sa kohë rriten shëndetshëm në ambientin familjar, është një gjë, domethënë. Shikojnë dy prindër të lumtur, një harmoni në familje, pak rëndësi pastaj ka. Ajo që të lidh është ose fëmia ose kredia, kështu që. Edhe kredia në një farë mënyrë. Marrin kredi çiftet që bashkëjetojnë? Patjetër. Marrin, okay. Patjetër, unë jam një nga ata çifte që. Okej, sepse zakonisht nga që dhe ne jemi dhe ortak në punën private tonë, nuk ka se është ajo që thakë, me thënë nuk kemi, sepse qëllimi jo nuk ka qënë. Po pikërisht pra, do me thënë kjo ose do të martoj bashkja, ose do të martoj banga, të dy me letra janë në kjo. Flasim pak për presionin që kanë çiftet në bashkëjetesë, kur zgjedhin të bashkëjetojnë. Vazhdon të jetë ende i fort presioni prindërve në lidhje me këtë zgjedhje që bëjnë çiftet, si mendoni? Sepse ne vim nga një shoqëri. Se do të bashkëjetoni, po kur do martoheni, po edhe sa do prisni? Siç u tha dhe nga insertet e para, prindrit kujtojnë sepse nëse fëmia e tyre e finalizon në martesë, këtë marrëdhënie do të jenë të sigurt për gjithmonë. Edhe vetëm nga kjo siguri. Edhe unë jam komplet dakord me gjithçka çfarë është folur këtu, duke qenë që bashkëjetesa në shoqërinë shqiptare është bërë trendi ose stil jetë vitet e fundit. Nëse i referohemi perëndimit, nga që unë jam një
një gruaj që ka mëthuar që para 30 vjetësh, unë kuptova që në perëndim si atëherë dhe sot, mbi 70% e popullsisë jetojnë në bashkëtesë, pa e kurorzuar në martesë, dhe pse janë bërgjyshër, dhe pse kanë nipër, dhe pse kanë mbesa, mbase ajo liria e mos pasjes këtyre dokumentave përgjithësive i lëdhe më të lumtur, ose është edhe ajo që tha dhe edhe Linda, dhe gjatë bashkëbisedimit që duke i finalizuar gjërat në kurorzim, është dhe shumë vështirë pastaj. Për shembull, në sistemin tjetër, njerëzit këtu, çiftet e kur ndaheshin, s'kishte pagesa, kurse tani është bërë biznes. Pra, bashkëtohet, ti po thua që bashkëtohet për të shmangur martesën. Gjendet në zgjidhje për të mos u martuar. Për shembull, më kujtohet kur kam shkuar në Finland para 25 vitesh më përpara, kam takuar prindër të shokëve, të shoqeve, që ata ishin në mosha shumë madhore, ishin bërë dhe gjyshe, dhe ishin shumë pak që më thonin që kemi unaza. Pra një shoqëri shumë e civilizuar, ku dhe barazia gjinore, njëtë... Jo, nuk është problemi. Kjo është edhe në Spanjë, kjo është dhe në Itali, kjo është në Gjermani, në Austri. Në vënde, në shoqëri shumë të zhvilluara, bashkëtesa është shumë prezente. Në shoqëri më tradicionale, si kjo që jemi ne, është ajo puna e sigurisë. Si ke këto një dhe në Spanjë. Çfarë sigurie bëhet fjalë kur gruaja sot punon njësoj si burri në pjesë të mirë të rasteve. Është vështirë që megjithse punon gruaja, prapë është e vështirë për një grua të mbajë familjen vetëm. Është e vështirë për një grua të divorcuar. Patjetër që bëhet më e lehtë. Po pra, të lexoj disa statistikat shumë shkurt. 62% e grave rreth moshës 25 deri në 44 vjeç janë martuar. Kur ka qenë? Ndërsa 1.8% e grave bashkëtojnë, vetëm 1.8%. Ndërsa me burrat është 59% e burrave janë të martuar dhe 10% e tyre bashkëtojnë. Atëherë, nga ky studimi lind pyetja. Atëherë, lind pyetja, kush e kërkon zakonisht martesën në një çift? Djali apo vajza? Vajza. Vajza mendon. Dhe presioni që është mbi vajzën edhe nga familja, edhe nga shoqëria shumë i madh se sa mbi djalin. Megjithse ka nëna plot tani që ankohen që djemtë të tyre nuk marrin vendime për të martuar, edhe e kanë të vështirë t'i bindin që të martohen, sepse nuk duan përgjegjësinë. Ndërsa vajza duket sikur që kur lind, implementohet ajo dëshira për të bërë nën, implementohet ëndra për të bërë nuse, për të vesh fustanin e bardhë, për të qenë përpara altarit. I kemi luftuar, i kemi kapërcyer këto tani, nuk i kemi më. Vajzat duan as të dashur. Dea mund ta kesh kapërcyer ti zemër, sepse po jo të gjitha vajzat. Artikulli i fundit që është shkruar turp të kesh të dashur për një grua sot, është turp të ketë një burr, të ketë një të dashur. E jo më të kaloj tek fejesa e mërtesa që që nga turp për të është era parë që unë dëgjoj këtë. Nuk e ke dëgjuar, është jo asnjëherë. Është turp në ditët e sotme që të kesh të dashur dhe artikulli thoshin po. Gratë në ditët e sotme kanë turp të ketë të dashur. E ke fjalën për kontekstin shqiptar? Jo, është shkruar jashtë, po i ka qenë një studim i përgjithshëm, se nuk e mbaj mend se kush ka normale kjo. Kur je martuar se po kohëve të fundit, që tregon që është turp ditë të sotme që ti të kesh të dashur. Kur ti vajzat e kemi ka përcyer këto arritja me madhënie të martesa. Kjo është një gjë që mua më ka thënë gjyshja ime kur isha ndoshta jo të pikën e arritur me atë ëndër gjyshja. Të ka rritur me atë ëndër. Jo, sepse në Shqipëri duhet martohesh, duhet bësh nuse, duhet të vesh edhe të vjetra. Po patjetër. Këto janë gjëra që unë duhet ta përcyer. Ato janë dëshira. Martesa arritja ime më madhe. Unë kam arritje në karrierë. Përveç asaj ëndrës së fustanit të bardhë dhe i rushës nuk janë për këto fare. Por unë mendoj që martesa krijon një lloj sigurie në jetën e gjithkujt. Pra, le të themi që është ajo siguria në investime, në projekte të përbashkëta, në gjithçka që dy njerëz e ndajnë, përse jeta nuk është e lehtë. Jeta nuk është e lehtë, jeta ka shumë vështirësi dhe kur je dy, patjetër që është shumë e përballueshme se sa kur je një. Kjo është e padiskutueshme. Vim dakord apo jo? Por siç tham, ne i kemi bashkëtesa ligjore, në martesë ndoshta këto gjëra bëhen më të lehta. Por jo të qëndrosh në martesë për këto projekte, për hir të këtyre projekteve dhe të qëndrosh duke vuajtur nga ana shpirtërore, se këtë se pranoj dhe të jam dakord, patjetër. Por që nëse ti ndodh që të takosh njeriu e duhur në jetë, njeriu me cilin ti ndjesh shqyer dhe që e komplementojnë njëri tjetrin, i dedikoheni njëri tjetrit, unë besoj që ky është një fat i madh, pse jo të përfundojnë në martesë dhe keni një lidhje të bukur, të gjatë bashkë, patjetër. Sigurisht.
Thjesht mendoj se po i largohemi tani. Edhe ne në Shqipëri si shoqëri mendoj se po i largohemi paksa konceptit të familjes apo marrëdhënies të tjera. Se njerëzit më shumë mirë ato është e gabuar, janë daltor. Më mirë shmangi gabimet kur janë të vogla se sa kur bëhen të mëdha. Patjetër. Gruaja një të dashur. Patjetër se është e martuar tani që të sangërisë nga. Po, Dea, si mendon ti, janë vajzat apo djemt që kërkojnë flasin ose hapin të parët temën e martesës në një Unë personalisht nuk do e hapja kur temën e martesës me partnerin tim. Në qoftë se ai një ditë do zita të më propozonte, varet në varësi të situatës, do thosha po ose jo, si mund të jenë gjërat, sepse ndonjëherë më ndodh që edhe ti vazhdon një bashkëtesë dhe se ke nda mendjen akoma do të jesh apo do të mos jesh. Por që unë personalisht nuk do e hapja asnjëherë, do lija në dorën e partnerit tim. Pse? Kjo nuk të shkon sinkron me barazin gjinore. E kuptoj, po nuk është se ka lidhje. Kjo është dëshirë personale. Në qoftë se partneri im dëshiron ta marrë atë hap, për mua është okay, mbase nëse edhe unë dua do ta marr atë hap. Por unë personalisht tradicionaliste. Jo, nuk ka lidhje me jam tradicionale apo jo, apo jam apo jo konservatore. Kjo është dëshirë pastaj, është dëshirë personale. A ka vajza që vjen dhe ju propozojnë partnerëve dhe ju ulen në gjunjë dhe ju nxjerrin në nasën, për mua s'ka asnjë lloj problemi, ajo të vazhdoj të bëj çfarë të doj. Unë personalisht nuk e dëshiroj. Jo, patjetër nuk kam problem nëse bën një vajzë tjetër. Dëshira paktën u flas, dëshira ndryshojnë. Po, bashkëtesa dhe si mendon ti, e mban ende të fortë për shembull dëshirën për martesë, nëse njëri në çift dëshiron të martohet dhe pranon propozimin e tjetrit që është i gatshëm vetëm për bashkëtesë. Ai thotë, unë dua të testoj bashkëtesën mes nesh dhe më pas duke parë duke bërë. Pra njëri kërkon martesën, tjetri kërkon bashkëtesën dhe bjerë një kompromis që të bashkëtojnë, pra, në ato kushte. Si mendon se ndikon në këto raste, pra, bashkëtesa e çon në martesë këtë marrëdhënie? Apo ndërkohë e ftoh edhe SB, 30% e rasteve që bashkëtojnë martohen. Pra ti thua që risku është më i lartë për t'u ndarë? Bashkëton, risku për t'u ndarë, për të mos përfunduar në martesë është më i lartë. Risku për t'u ndarë kur ti shkon direkt dhe martohesh është më i ulët sepse ka shumë është më e komplikuar situata. Jo t'jesh komplikuar, po dhe do mendosh më shumë. Po patjetër, në këtë sens e kisha të është e komplikuar dhe ligjërisht në përgjyqje, do ta mendosh pra se hapësh vetë të lashe, janë të lashe që i hap vetë. Por ajo që është e rëndësishme është nuk janë të lashe. Pra po e theksoj që ajo që është e rëndësishme është cilësia e marrëdhënies, sa forma, qoftë bashkëtesë, qoftë martesë. Patjetër që qëllimi, unë personalisht mendoj që qëllimi madhor i një njeriu është që në një moment krijojë një familje të bëj pasardhë, të ketë pasardhës. Dhe idealja do ishte që familja të ishte shëndetshme, që fëmijët të rriten të sigurt dhe të shëndetshëm, mendërisht, shpirtërisht, fizikisht. Dhe kjo besoj, kështu e mendoj që kështu e mendojnë të gjithë. Patjetër që dëshirat ndryshojnë, ju keni shumë të drejtë në atë që thoni, ajo është dëshira juaj mos të ndodhi, në një moment mund ndryshoj, sepse mund njofi dikë që vërtet doj të jetoj, kështu që nuk në asnjë rast nuk paragjykohet për mendimin tim. Në asnjë rast nuk duhet parë është e gabuar apo jo. Leta, do të thënë, është shumë e rëndësishme që të shiftet të kenë lirinë dhe mos kenë atë i themi presionin e shoqërisë, presionin e fesë, të familjes, sepse shoqëri fetare, do të thënë që e imponojnë që jo, ti nuk duhet, është e gabuar të bashkëtosh, nuk është e gabuar... është forma me e mirë. Dakor, por... Njeriu është i lirë të zgjedhë, të besoj, të mos besoj, të martohet, të mos martohet. Dhe ketë një farë lirie në atë që do merren vesh dy njerëz me njëri tjetrin. Duhet kishim kërkuar në fakt, do isha kurioze, nuk e di nëse ka ndonjë studim i cili krahason martesat që pasojnë një bashkëtesë ose martesat që paraprihen nga një bashkëtesë apo martesat që shkojnë direkt. Po cilat kanë më tepër përqind e divorci mes tyre? Përqindja e bashkëtesave që kalojnë në martesë është shumë e vogël. Ti mendon që mbarojnë aty. Është e vërtet kjo si... Di rastin e një mikeshës time italiane, kishim 6-7 vjetë që frekuentojnë që me njëri tjetër, edhe në një bashkëtesë. Dhe ishte kjo e para që e mori guximin dhe i tha që si të shkoj kjo marrëdhënia jonë, tha, sepse vjen një moshë e caktuar, sepse dhe femra e ka të limituar atë kohën e të mbeturit shtatzan, domethënë për të bërë nënë, domethënë se mashkulli është diçka tjetër dhe ai si duket donte që të rinin atë gjendje. Dhe i tha, jo, tha, unë nuk kam ndërmend që marrëdhënien tonë ta finalizojmë.
Dhe ajo i tha, sepse më hum kohën, kupton? Nëse edhe nga planet të tjera, nga planet të tjera ti ke planet të tjera. Kemi 20 vjeç, unë tani jam 27 vjeç. Dhe dua është e drejta ime, kam drejtën time, të di se si do vazhdoj kjo, i da ndorën njëri tjetrit me frikë. Kjo është zgjidhja më e mirë në këtë rast, po. Mos më humb vitet, mos më mbaj. Ti mbase nuk do të bësh baba asnjëherë, unë dua. Për të vlerësuar është që ai ka qenë transparent dhe i drejt për drejt dhe i ka thënë që unë se kam parë plan. Po edhe kjo, qoftë që e mori kurajin dhe i tha. Edhe secili tani. Mirë, do të kemi sërish një shkëputje publicitare, do të rikthehemi me të ftuarit tanë, do të kemi një pyetësor me ato goglat e verdha që ne sillin, po gjithmonë pa dal nga tema, me pyetje që janë pjesë e kësaj atmosfere, publicitet kemi shpejt. Mirë, jemi kthyer në studio, ndërkohë që goglat janë këtu, por unë do doja dhe zonja tona të publikut, nëse kanë dëshirë të na bashkohen në këtë diskutim. Nuk e di nëse ndonjëra prej jush e kemi njërën prej zonjave me mikrofonin gati. Do doja një mendim tuaj në lidhje pikërisht me këtë temë që po diskutojmë. Bashkëtesa ndihmon për të shkuar në martesë apo le të themi SB dëshirën edhe qëllimin për të vajtur deri atje? Po, përshëndetje. Jam Zhaneta. Unë mendoj se në kohët e sotme bashkëtesa e ndihmon çiftin për të shkuar drejt finalizimit martesës. Për sa i përket kohës, nëse do t'i referohemi kohës tonë pasaj, edhe në kohën tonë ka qenë fejesa, e cila kur një çift duhet, sigurisht që e provon. Dhe për vitët që kanë ardhur sot, e provojnë me bashkëtesë. Nuk ka asgjë të keqe që ta provojnë dhe pastaj finalizohen në martesë. Bukur. Pastaj finalizohen, po sa finalizohen është çështja. Sa finalizohen dhe... Okej, shumë pyetje të tjera ne kemi përfshirë këtu, në këto gogla tona, kështu që nga dy do të zgjidhni secili, nga dy edhe një tjetër. Unë do të bëj vetëm një pyetje shpejt Lindës, se Linda ishte pro martesës. Dy edhe një tjetër. Dhe Linda, ta gazetarja. Ju lutem kalojë tek Teuta. Dea, më pyeti gazetarja. Linda, ti e pro martesës apo pro bashkëtesës? Dhe unë i thash, nuk ka asnjë konservator që ti mund të takosh që nuk është pro martesës, pro fëmijëve dhe pro një shtëpie me oxhak. Okej, po pse duhet martohem unë? Unë mendoj që jo vetëm konservatorë, pra në përgjithësi unë mendoj që të gjithë janë pro kësaj sigurie, dashurie, kur janë të gjitha bashkë, nuk diskutojnë. Diskutimet lindin kur këto gjëra nuk ekzistojnë, pra kur dalin problemet edhe. Prandaj do të pyesë, më thuaj një arsye pse unë duhet të martohem. Unë jam shumë mirë, jam shumë rehat, çdo gjë e kemi në rregull. Mos e marto më pse pse jam pro një ose martola ajera ato ashtu. Atë varet sa ai ka vite, do po humbas një gjë të bukur, e kupton, dua ta di. Atë them një statistikë tjetër. Ndërkohë lexojmë dhe pyetje të se jemi dhe në minutat e fundit. Gati 70% e grave në moshën 40. Një pyetje, nga një pyetje hapim pastaj pyetjet e tjera, rezart me radhë, raundi i parë, raundi i dytë. Kështu kemi po. Gati 70% e grave në moshën mbi 40 vjeç, kur janë intervistuar kanë thënë rigreti ose pengu më i madh i tyre është që nuk janë martuar më herët dhe nuk kanë pasur fëmijë më herët. Por kanë ndjekur karrierën në vend të familjes. Kështu që ndoshta kur të arish atëherë do diskutojmë pra bashkë. Po mirë, shoh. Dea, pyetja jote. Pas 7 vitesh bashkëtesë, partneri ju pas 7 vitesh bashkëtesë, partneri ju pranon se ndihet më i sigurt në bashkëtesë sepse mund të largohet kur të doj. A është kjo deklaratë sinqeritet? Apo mungesë dashuria, patjetër që mendoj se është sinqeritet, pastaj është sinqeritet patjetër. Dhe ti çfarë do bëje në këtë rast? 28. Sa vite ke bashkëtesë? Do të bashkëtoj 2, kam dhe 5 të tjera. Okej, po. Do thosha, është sa do prisje ti në bashkëtesë, edhe kjo. E ka dorë tjetër, sepse për shembull edhe un kam shumë frikë të hyj këtyre kontratave ligjore, e këto më friksojnë mua. Kështu që për mua është sinqeritet. Pa arsye pse. Po, okay, është. Vlen si arsye, patjetër, pyetja. Dhe është akoma të pjesa e mjaltit, nuk është zbetur. Linda. Partneri të fton të bashkëtosh me familjen e tij pranon apo ndahesh? Është fjala kur je martuar apo kur je? Jo, je në bashkëtesë. Je në bashkëtesë. Ai të fton të jetosh me familjen e tij. Kjo do të ishte vështirë. Kjo do të ishte vështirë, domethënë, nëse ti je në bashkëtesë dhe nuk je në martesë. Që të jetoje me të në familjen e ti, me prindrit e ti. Po patjetër, sepse nuk ke asnjë status edhe përpara familjarëve të ti.
E qartë. E dashur. Nart. Si? E dashura, status është edhe. Jo, nuk është status. Po status është e dashura, se duhet të pyesja i tjetri, a do të jesh e dashura ime? Nuk është status dinjitoz. Nuk është status dinjitoz dashur? Jo, ti nuk mund ta thuash të është shumë ofendues. Varet çfarë kërkon edhe varet familje. Janë lloje të ndryshme dhe nuk të jetosh në familjen e bashkëtuesit tënd. Pa qenë e martuar ligjërisht, për mua nuk është tjetër, po. Mendoj se ishte shumë shëmtuar ajo që the. Dashuri e dashura. Jo, për këtë po flasim. Mos e respektueshëm është si status. Po flasim në familje, jo si status më vete. Edhe në familje, se unë vetë i takoj familjet e ti, jam e dashura vesh. Po mund t'i takosh, po nuk jeton me ta. Nart, pyetja jote. Hajde, Nardi. Bashkëtes me valizhe gati, apo martes me dollat përbashkët? Dollapi. Unë thëmë më mirë me valizhe gati dhe dy arase. Me dollap ndarë. Me dollap ndarë. Po si më ka rënë fiks mua. Partneri ose partnerja duhet punoj, studioj jashtë. Do zgjidh një bashkëtes në distancë ose martes në distancë? Të paska rënë me të dyja duart. Ashtu si që kam. Një marrëdhënie shumë e shëndetshme. Bashkëtes në distancë. Pra le të themi një periudhë të vitit jeni bashkë, copëza të tjera jeni në distancë. Sigurisht, pjesën më të madhe të vitit jemi bashkë, njërë në 5 javë, njërë në muaj, njërë në 6 javë, nuk është se kemi bërë grafik, por jemi bashkë. Dhe është sepse unë gjithmonë jam trëmbur të përditshme. Përditshmëria për mua, jo sepse jemi të gjithë të ndryshëm, e vret emocioni. Je gocë e lirë me të uta, je gocë e lirë. Dhe aji prandaj mendoj unë, nuk e di, se shqyqyr dhe Shqip nuk di, që rezik nuk e ka marrë guximin të më thotë, se do thotë, sa të më iki fare, më mirë të mbaj kështu. Në distancë, për më Tani kur e shanë, e shanë Shqip, e shanë Gjermanisht. Po fola Shqip dje se është për ty e shajtë. Shikof, da kur një fjallet e para që mësohen, kur mësohen në gjuhë tjetër, janë këto, kështu që me siguri kupton kur i thotë. Ja kam mësuar, disa fjalë. A do i ndanit përgjegjësitë dhe financat në bashkëtesë, njësoj si në martesë? Ne edhe ty pas ka rënë fiksi pyetja, martuar pavarësisht se kemi bërë. Pra ju keni ndarë financat njësoj, keni bashkuar bashkë. Ne funksionojmë si një familje e martuar. Tani mund ta ligjëroni dhe derisa vdekja të na ndajë, është ajo ideja e raundi tjetër, derisa kredia të mbaroj, pastaj duke parë duke bërë. Derisa vdekja të na ndajë, që kalamaj tjetër rehat. Do t'ja këshillonit fëmijës suaj bashkëtesën para martesës, pse po, sepse jo. Jo vetëm që do ja këshilloja, po do i bësha kështu nga mbrapa që të lutem bashkëton një herë, pastaj martohu. Po, thash, kjo është thjesht perceptimi im, nuk mendoj se duhet ketë martesë pa e njohur tjetrin 100% në një bashkëtesë. Nuk e njeh tjetrin 100% Dea. Edhe kur je i martuar, I promise you. Edhe kur je martuar, e zbulon nuk jam për bashkëtesa të pafundme, po një periudhë është shumë e zbulon pak më shumë kur bashkëton. Bashkëtesi dere hapur apo martesi dere mbyllur? Martes si derë me shumë dryna. Vazhdojmë, Nart. Se që ka qike nga frume, jetoni bashkët, për partneri nuk i prezenton si burri, i ka fot 2 gjenitik, burri gruaja ime, vetëm si i dashur e apo dashur. Ajo lëndon të kjo, apo nuk ka rëndësi. Dashuri përjetshëm pra? Një farë mënyrët po. Të lëndon pa tjetër. Sepse ajo ose ajo mendojnë që duke prezentuar si gruaja, ose buri mendojnë që është më i dashuruar partneri. Edhe lidhja është më e fortë. Lidhja më e fortë. Edhe nuk ka komplekse për të prezentuar ashtu. Sepse i bie, në qëse nuk të prezenton, ka komplekse të identifikohet me në mardhënje. Zoti më shumë që prezentoj dashuria jetës time. E njësoj. Gruja janë sa status si to. Majnë Shatsi, majnë Libe, majnë Alex, majnë Libe dish. Libe dish, ishti zhau. Vazhdojmë. Atë ka ndodhur, vite shën, atë ka ndodhur të japësh fund një lidhjeje, sepse aji ose ajo donte fillimisht të bashkjetonit. Nuk më ka ndodhur një gjë e tillë që kështu. Kjo që e kam është pra bashkëtesës. Zar? Nëse brënda sa vitesh, nuk ju propozon për martesë, nuk quhet dashuri sipas jush sot? Pra, ti si e mendon, sa është kjo periudha, nëse ti do i vje një afat bashkëtesës, pra,
sa vite do t'ishte okej bashkëtesa të pranoj, që më pas ti të merre një vendim pra, t'jepe drejtim asaj lidhjeje. Tani 10 nuk të kalojë në martesë apo të ndërprit ajo marrëdhënie dhe secili në rrugë të vet. Ne personalisht nuk e kemi fare problem te kjo pjesë, sepse ne e duam shumë njëri tjetrin, jetojmë si një familje, kështu do jetojmë gjithmonë, bëjmë plane për të ardhmen, kështu që se kaluan 10, se kaluan 20 dhe vazhdojmë të jemi kështu prapë. Gjithka janë të lumtur. Ne jemi rehat, jemi mirë. Jemi të lumtur, kështu që s'ka rëndësi. S'ka fare rëndësi. Kështu që varet shumë nga individi edhe nga personat apo jo, të cilët hyjnë në një lidhje. Nga çifti dhe sa i flasin dhe çfarë planesh të përbashkëta kanë. E vërtet. Pra le të themi që bashkëtesa nuk e zëvendëson martesën, pas martesa nuk e zëvendëson bashkëtesën, e rëndësishme që është në një lidhje të hyet për hir të dashurisë dhe pa frikë mbi të gjitha, besoj që kjo duhet ta udhëheq një çift që ndërton një relacion bashkë. Bashkëtesa dhe martesa nuk kanë vlerë, nuk kanë po pra, qoftë bashkëtesa si e marr me frikë, si një ratisje nga martesa, si një test, pavarësisht kësaj pra secili e sheh nga këndvështrimi vet. Pra nuk varet shumë nga rregullat edhe nga përkufizimet, sesa nga individi dhe zgjedhjet personale dhe perceptimet personale të gjithë secilit. Mesazhi im është mos keni frikë nga martesa, është vendi më i sigurt për të rritur fëmijët dhe më i dashur për të gjithë ata që e provojnë martesën. Dhe martesa nuk është kontratë, është beslidhje, ka nevojë për punë, pavarësisht se sa e lumtur është. Gëzuar të gjithëve dhe faleminderit shumë që ishit këtu me mua sot. Gëzuar për dashurinë. Gëzuar të gjithëve, faleminderit shumë. Ju uroj një të diel të bukur edhe juve të dashurin që na ndoqët, do të jemi së bashku të hënën. Kalofshi bukur. Natë e mirë, gëzuar.